Lora Vion të jetoj në ritmin e folklorit botëror në natën e 3 të Aulona Interfolk Festival, që këtë herë solli 2 momente të veçanta për publikun, një parad kostumesh tradicionale në sheshin e Pavarësisë dhe një tjetër koncert festiv pranë stadiumit Flamurtari. Parada tërhoqi vëmendjen e dhjetra qytetarëve dhe turistëve, teksa trupat pjesëmarrëse marshuan me ngjyra, muzikë dhe valle karakteristike të vendeve të tyre. Një galeri e gjallë e kulturave popullore që solli emocione të veçanta në zemër të qytetit. Një gjë është një mrekulli e madhe për qytetin tonë të bukur bregdetar, për Vlorën. Ashtu si Vlorën e ka krijuar natyra kaq të bukur, kaq mrekullueshme, edhe ky kompeticion, ky festival është një mrekulli për qytetin tonë. Aprovacion Kosovë në festivalin Aulona Interfolk Festival, edicioni 17, jem ansambli këngëllëvalle Prishtina nga Prishtina. Hera e dytë, herën e parë na ka në 2019 këtu. Nuk kanë atmosfera veç që ka më mirë se vitin 2019. What do we think about Vlorë? Yeah. I think It's a very interesting city. You have very Why do you different think things so? here. Because we saw you have the small Eiffel Tower here. Yeah. And also you have sea, and it's very good opportunity for the tourism, I think. Well, we played beach volleyball with Kosova. Yes, And they were very nice and friendly, so that was good experience. And also with others, they're very nice. What about the culture? Have you seen different dances, different cultures here? We had the opportunity to see some of it yesterday, I think at the city center or town square, at the opening ceremony. And us personally, our dance group travels a lot around the world, and we see a lot of different cultures, and we are grateful for the opportunity. And I think we very much like it here in Vlorë. What about your dances and your performance here? What can you say about that? What are you performing here in Vlorë? Well, we have 3 different blocks, and in each of them we are dancing something different from a different part of Slovakia. And yeah, they are very different. Some of them are more like chilled, some of them are more energetic, and we sing more in the... Ndërkohë, pranë skenës së ngritur përballë stadiumit Flamurtari, performuan ansambli i Ukrainës dhe ai i Maqedonisë së Veriut, duke dhuruar një koncert plot ngjyra dhe profesionalizëm. Tingujt e traditës u ndërthurën me koreografi të pasura dhe përçuan mesazhin e bashkimit përmes artit. Festivali vijon edhe sot në orën 19 pritet një tjetër koncert festiv pranë skenës përballë stadiumit Flamurtari, ku publiku do të ketë mundësi të shijojë performanca të reja nga trupat pjesëmarrëse.